Me thonë të vërtetën, agjerimi, ninimi, tana këto gjana që bëjmë për çdo ditë gjatë kohës së kreshmeve. Nuk janë asgjë tjetër përveç se ato terapi të mbrëmshme, ose e thonë ndryshe kirurgji të mbrëmshme, të cilat hekun shumë prej nivelit të lartë të atij tumori që quhet krenari dhe egoizëm. Na bojnë të pastër. Eliminojnë çdo gjë që sjell vetëm një përhapje e shpërndamje të keqes brenda nesh. Dhe kështu sa më të lirë që t'jena për mbrana, aq më të aftë kena me kanë me gëzu. Njëri ka nevojë për me hek diçka të dëmshme që të marrin frym lirshëm, e të jetojnë lirshëm. Na kena nevojë me hek shumë gjana, me sakrifiku shumë elemente për me kanë njerëz me zemër të lirë, në mënyrë që dim me gëzu, e dim me shku në fesën e pashve me gëzimin e mbrëmshëm që Krishti shkakton. Pa i hekje këto gjana, nuk mund të kremtojmë pashka se si. Pashtë janë fesë gëzimit. Ashtë festa e atij dhëndre që na fton me u lumnumete. E nëse kena mllefin e të keqes, nuk mund të lumnojmë kurrë.